Kolapsi institucional që mund të ndodhë pas përfundimit të vitit do ta dërmojë edhe ekonominë. Pa buxhet të miratuar e pa fondet e planit të rritjes dhe funksionalizimit të bordeve të shumëndërmarrjeve, funksionimi normal i shtetit do të vihet në pikpyetje. Dera vetme për të dalë nga kjo situatë, po shihet krijimi i një përbërjes qeveritare të përkohshme. Presidenti të aktivizohet dhe të propozoj bashkë me partitë politike një qeveri teknike e cila kishte me zgjat deri në muajin kur i vije skadenca e presidentes së Kosovës. Për të qenë sa më efikas, një ish zëvendës ministri i financave thotë se askush nga ai kabinet nuk do duhej të ishin pjesë e garës elektorale. Ata njerëz të asaj qeverie të përkohshme do të jenë njerëz të cilët nuk do të marrin pjesë në zgjedhje, do të jenë njerëz teknik që e kryjnë një funksion teknik të vetëm për shpëtim që mos me hinë në një blokadë. Kjo ide çon tek propozimi i LDK-s për qeveri të unitetit, e cila këta thonë se u refuzua në vazhdimsi. Zgjidh problemin sparje ekonomik, sepse jemi buzë një situate kolapsi ekonomik, po flasim edhe për bordet, po flasim edhe për shumë organizata buxhetore. Të njëjtën kohë jemi përballë një situate diplomatike të vështirë dhe për 4 muaj vim te çështja e presidentit. Pas takimit të presidentes me liderët partijak të premten, u bë ditur se kreu i vetëvendosjes Albin Kurti ka kërkuar edhe 5 ditë afat për mandatar.